Ka çdo njoni me dhon, po e dhonta nuk është e barabartë. Dikush ka me dhon më shumë, dikush ka me dhon më tepër. Mirë, po kur shkuam te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njerëzit me dhon për me përgatitur ushtrin, njoni i nxori dhe i dha 1000 dirhem. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: Zoti razi, Allahu të shpërbleft, Allahu ta shtoft u kri. Kur shkoi njoni dha 1 dirhem. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto e lavdëroi më tepër. Zoti të ruaj, Zoti të dha shëndet, Zoti ta pranoft, ta rujt familjen. Kështu e uroj këto më tepër. Ashabët thanë: Ja Rasulullah, ai cili dha 1000 dirhem, ma pak e urove, ma pak u lute për to. Ki dha 1 dirhem, më shumë u lute për to. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edukatori suprem që ka ditë ta mjekon shpirtin e fukaras. A dini çka tha? Po vëllezër të dashur, por ai që dha 1000 dirhem, ai ka edhe shumë 1000 dirhem. Ka edhe shumë 1000 dirhem. A ki që dha 1 i kishte 2. Njonin e ka dhon, njonin e ka rujt. Pra e ka dhon gjysën, ai tjetri se ka dhon gjysën e pasurisë, Subhanallah. Pra kështu ka ditë ti mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të marrin pjesë edhe fukarat në gara në punë të mira.